Këtu jemi në një vlerësim radiologjik të pjesës së nofullës në regionin e parë, duke parë në nivel të 16-s dhe 15-s, këtu është në stadin pasi është bërë ngritja e sinusit. Historiku i këtij pacienti është që ne kemi bërë ekstraksione dhe vendosjen e implanti dhe ka dështuar. Duke bërë ekstraksionin e gjashtës, pati një komunikim orantral dhe vendosëm që të bëjmë shtim kockor dhe mbylljen e komunikimit në të njëjtën seancë. Pra, ngritja e sinusit në këtë raste është pak më komplekse, por jo e paarritshme. Duke qenë se këto janë procedura të cilat kërkojnë një farë kujdesi në ndërhyrje, janë ndërhyrje delikate, ne mund t'i arrijmë lehtësisht në klinikën tonë, falë ndihmës edhe të PRF-s dhe ndihmës së graftit kockor të cilit ne përdorim. Teknika që ne përdorim na ndihmon jashtëzakonisht shumë për të arritur rezultatet që ne dëshirojmë në një kohë shumë të shkurtër. Dhe këtu është në një stad në të cilën pacienti, edhe pse ishte diabetik, kemi arritur në një rezultat shumë të mirë brenda një periudhe 4 mujore. Më pas, ne kemi vendosur dhe 2 implante pacientit dhe faza tjetër është faza e protezimit, ku deri tani çdo gjë ka arritur më së miri. E rëndësishme është që ne të kemi gjithmonë një protokoll dhe të kemi 1 ose 2 gjëra të përgatitura në rast të komplikacioneve të cilat mund të ndodhin gjatë ndërhyrjeve kirurgjikale. Asnjëherë nuk ndodh që ne të jemi 100% sipas planit që ne bëjmë paraprakisht. Por kjo do thotë që ne do të jemi gjithmonë vigjilent dhe do të jemi njëkohësisht edhe të përgatitur për të bërë balë situatave të cilat mund të na ndodhin gjatë kirurgjisë.